Në vend ka nisur procesi i inventarizimit të shtigjeve malore, i cili përfshin evidentimin e shtigjeve ekzistuese dhe identifikimin e itinerareve të reja. Puna ka nisur edhe në qarkun e Shkodrës. Çdo qytet do të ketë një numër të caktuar, edhe nga ky numër i caktuar, një kod, një prefiks, do të vazhdojnë pastaj me radhë shtigjet. Unë kam kënaqësi të them që për shembull shtegu numër 1 në Shkodër është pikërisht një shteg i cilin e ka marku Bashkia e Shkodrës, në bashkëpunim me Teraboshin Shkodër, duke filluar nga ferma ekosociale Noblik për të përfunduar tek fshati i Paqes. Është një shteg që përndryshe ne e quajmë dhe shtegu i rinis. Edhe ka një gjatësi rreth 6.2 km me një lartësi mbi detare 382 metër tek maja e Bajrakut, pra këtu afër në malin e Teraboshit. Si ky shteg pritet të ketë ndërhyrje. Inventarizimi varet nga stinët dhe kushtet e motit. Ka shumë punë, sepse duhet të themi që vetë stinë, pranvera, vjeshta, dimri, nikojnë në vegetacion, por nga ana tjetër vetë rreshjet nikojnë duke sjell gur në shteg, duke e bërë shtegun pak të vështirë. Pra është një gjë që duhet të veprojmë sa më parë. Nisma synon të rrisë sigurinë e vizitorëve, të promovojë turizmin rural dhe të aventurës, si dhe të ndihmojë në mbrojtjen e natyrës.